Rruga Kuq-Shqiparo pas ditën e 17 marsit u bë e pakalueshme për shkak të një rrëshqitje të konsiderueshme dherrash dhe gurësh, e shkaktuar nga rreshjet e dendura të shiut gjatë ditëve të fundit. Pas ditën e 17 marsit 2025, një pjesë e murit mbrojtës prej betoni u shem duke sjellë një masë të madhe inerte në rrugë dhe duke pamundsuar qarkullimin e automjeteve. Banorët e zonës dhe drejtuesit e mjeteve që udhëtonin në këtë segment rrugor u përballën me vështirësi të mëdha pasi aksi mbeti i bllokuar për disa orë. Sipas dëshmimtarëve, rrëshqitja ndodhi i papritur duke krijuar një situatë rrezikshme për kalimtarët dhe automjetet që ndodheshin pranë zonës së shembjes. Menjëherë pas njoftimit në vendngjarje mbritën forcat zjarfikse dhe punonjës të Bashkisë Imar, të cilët nisën punën për pastrimin e rrugës. Për më pak se një orë rruga u zhblokua dhe prej mbrëmjes së 17 marsit është e lirë për të qarkulluar mjetet lirisht. Sipas ekspertëve të infrastrukturës, rreshjet intensive kanë ndikuar në dobësimin e strukturave mbrojtëse dhe në lëvizjen e shtresave të dheut, duke bërë zonën të rrezikshme për rrëshqitje të mëtejshme. Për këtë arsye pritet të kryhet një vlerësim teknik për të garantuar që rruga të jetë e sigurt para se të hapet plotësisht për qarkullim.